يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, atë falenderojmë prej ndihmë dhe falë kërkojmë. Selavatet ja çojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Familjes e tij, shokëve të tij dhe këtij muslimanëve që e kanë pasuar dhe ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur musliman, xhamatin të nderuar. Para të kohë kemi folur një hutbë për vlerën e Kur'anit të Madhëreshëm. Kjo është kemi vëllëri, kjo është e katërta që e vazhdojnë prej atë ku kemi pas lënë më herë që do të flasim ende për vlerën e Kur'anit, por na është ndërkohë kalojmë prej një teme tjetër që mos më ju vajatos pastaj shumë si titull, mos më ju vajatos shumë njerëz. Ndërsa Allahu Azza wa Jalla neve për më na tregu për këtë Kur'anin që na e kemi libër rrëfy, libër që ta tregon rrugën e drejtë. Për më na tregu për këtë libër që na me leximin e këtij libri na bojna ibadet. Libër që na veç kur e lexojmë një shkruaj, elif dhe sevap. Unë që tash kur e tham elif lam mim 30 sevap. Kështu na tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë libër kaq të vlefshëm Allahu Azza wa Jalla na tregon në Kur'an që ta është ky libër që unë ja kam zverit juve, është edhe udhëzim për njerëzimin. Është udhëzim për njerëzimin dhe është përgëzim për ata njerëzit e mirë. Është përgëzim për ata që bëjnë vepra të mira, edhe udhëzim, edhe përgëzim. Kështu e përshkruajti dhe e përmendi Allahu Azza wa Jalla Kur'anin e Madhëreshëm. Allahu Azza wa Jalla në Kur'an thotë: Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ky Kur'an është që udhëzon në atë më të drejtën. Wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat. Edhe ky Kur'an I përgëzon besimtarët që bëjnë vepra të mira. Wa anna lahum ajran kabira. Se ata do të kenë shpërblime të mëdha. Dietarët mufassirinët por zbërtyën këtë Kur'an thanë tek fjala e Allahut, yahdi lillati hiya aqwam. I udhëzon njerëzit në atë që është më e mira, mos për qëllim, atë që është më e drejta, si në çështje të besimit, atë që është më e mira, si në çështje të moralit, në atë që është më e mira, si në çështje të veprave, në atë që është më e udhëzuara dhe më e drejta dhe më e shënuara në mjekësinë e krejt rrugëve të tjera. Kështu kuptohet kjo fjala e Allahut kur Allahu tha në ato që është në rrugën e drejtë. Pastaj ajeti që vazhdon tha: "Wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat." I përgëzon ata që bëjnë vepra të mira, ata që I kryejnë obligimet e Zotit, Allahu I ka përgëzuar me këtë Kur'an. Allah Azza wa Jalla I ka përgëzuar ata që I kryejnë obligimet e Allahut, ata që largohen prej ndalesave të Allahut, ata që e çojnë fjalën e pejgamberit në vend, Allahu I ka përgëzuar me këtë Kur'an. Ata që ndjekin rrugën e pejgamberit selam, Allahu I ka përgëzuar me këtë Kur'an. Ata që mbështeten veç në Allahun Azza wa Jalla, Allahu I ka përgëzuar me këtë Kur'an. Ata që nuk frikojnë kujt përveç Allahut Azza wa Jalla, Allahu I ka përgëzuar me këtë Kur'an. Ata që janë njerëz të mëdrima në çështje të dinit për Allahun Azza wa Jalla, Allahu I ka përgëzuar me këtë Kur'an. Ata që përpiqen me ndihmu këtë fe, Allahu I ka përgëzuar me këtë Kur'an. Ndërsa Allah Azza wa Jalla me këtë Kur'an edhe I ka çertu ata të cilët I bojnë shok Allahut Azza wa Jalla, ka folur për ta. Ata të cilët janë më shumë se 20, Allah I ka çertuar me këtë Kur'an. Allah Azza wa Jalla I ka çertu ata të cilët janë dyftyrshëm munafika, që përmendet edhe tek kush, I ka çertuar I ka dhënë fund zjarrit të xhenemit ata. Dhe por ky Kur'an është edhe përgëzues për njerëzit,
edhe përgëzues, edhe udhëzues, dhe kjo është në histori e njohur që çdo njeri i cili e merr këtë Kur'an, jo për të përpiqur me një gjetë illa, me një gjetë smundje, ose me gjetë me parë dyshimi se edhe mu përpiq ata smundje, nuk mund me gjetë, jo për këtë qëllim, por nëse e merr këtë Kur'an, veç këshyri, a është e vërtetë, ata gjojnë vërtetën, ju ka ndodhur njerëzimit dhe nuk ka ndonjë tjetër që si ka ndodhur kështu, vetëm se janë udhëzuar pastaj në rrugën e drejtë. Ky Kur'an na ka bën neve muslimanëve me shenjë. Allah Azza wa Jalla me këtë Kur'an, për një tregu vlerën e madhe të këtij Kur'ani, na ka bën me shenjë në këtë Kur'an se neve kur të na ndodhin telashe, kur të na ndodhin probleme, kur të na ndodhin çortime dhe ose kasapytje në mesin e vëllezërve dhe në mesin e njerëzve në përgjithësi, kur të ndodhin kësi, Allahu Azza wa Jalla na ka bën me shenjë që mu kthy në Kur'an. Mu kthy në Kur'an bela o telashe më të mëdha kur i ki, dosh mu kthy në Kur'an dhe mu kthy në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Me Kur'an na ka bën këto me shenjë Allahu Azza wa Jalla, sikur që tha Allahu Azza wa Jalla, dhe bile nuk i takon njonit që e rëndit veten e tij në rrethin e muslimanëve, e rëndit veten e tij si musliman, nuk i takon me post as mendim tjetër, vetëm se nëse Allahu për çfarë çështje e ka caktuar, për çfarë çështje e ka folur dhe e ka thonë dhe e ka prej, nuk i takon muslimanit më ardhë dhe me menu, ata marrë mos ta marrë, ta pranoj që ta mos ta pranoj, heci që shpo tek Zoti në këtë Kur'an apo jo, nuk i takon muslimanit. Ati që ka mohat erën e imanit, që një tru që ka mohat erën e imanit, nuk i takon ndryshe. Allahu Azza wa Jalla Kur'an ta: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Allahu në këtë Kur'an tha, nuk i takon asnjë besimtari, nuk i takon për një çështje nëse Allahu ka caktuar dhe pejgamberi e ka caktuar dhe e ka thonë që ç'është është, që me post lloj lohatje dhe dyshimi në atë çështje. Nuk ka, nëse Allah Azza wa Jalla ka thonë ty në Kur'an, Allah nëse ka thonë ty në Kur'an që alkooli është i ndaluar, nuk guxon me posti në as lohatje me ndjetone ta marrë si të ndaluar apo jo. Nëse Allah ka thonë në Kur'an mishi i devit është i ndaluar, ty nuk mbetet më në vetën tënde as me dyshu, ta marrë si të ndaluar apo të mos e marrë. Nëse Allah Azza wa Jalla ka thonë në Kur'an e ki të ndaluar me martu, edhe me ju afru nonës tënde ose motrës tënde, nuk mbetet më dyshime dhe nuk guxon me posti kokën tënde dyshime në këtë çështje. Allahu Azza wa Jalla: "Wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." E kush nuk hedh që Allahu e thot në këtë Kur'an, ai është në një humbje të sigurt. Ai është në një humbje të qartë. Nga që kjo e drejti, sa njeri sot pretendon se është musliman, sa në humbje të qartë është për ti vjen ajet, ka thonë Zoti në Kur'an, ka thonë Zoti në Kur'an, ka thonë Zoti në Kur'an, ai veç me atë vetën, jo, Zoti ka thonë, por unë të po tham, ndërsa Allahu na pru një konkluzën se çka do të më thonë, kur Zoti e thot diçka në këtë Kur'an, dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam e thonë, çka do të më thonë, çka do të më thonë, Allahu prap në këtë Kur'an na tregoi kur tha: "Inma kana qawlul mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Ajo që ka i takon besimtarëve, atyre që do një besimtar, ajo që ka i takon atyre ose kur të thirrën o ti njeri, për që çështje që ka ty të ka ndodhur problemi, hajde të këshyrini çka tha Zoti në Kur'an, edhe hajde të këshyrini çka tha pejgamberi alayhi salatu wassalam. A di çka tha Zoti për ta njerëz? Jo me dyshu, jo ana nuk do të marr ty me gjyku mua, ja ku çeku apo se ku se ti nuk të çka thon Zoti. Ose ti nuk të çka thon pejgamberi. E këto s'e marr, ata marrin një tjetër çka thon kanuni i lekës për shkak, çka thon kanuni i lekës, për atë këshilla kanuni që ka prej këtu kanë herë. Ndërsa nëse njëri thotë çishno, kur ti thotë që hajde se Zoti ta këshymë çish po ta xhikan çështën tonë. Edhe pejgamberi çish po ta xhikan, tha pejgamberi atyre më. Tha Allah Azza wa Jalla, atyre nuk i takon vetëm se me thonë dëgjojtu dhe u bindu. Po dëgjojna edhe po bindemi, wa ulaika humul muflihun, këta janë ata të shpëtuarit. Kështu na tha Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, jo veç kaq. Allahu Azza wa Jalla Kur'anin e madhëshëm i Allah edhe një titull tjetër. I Allah titullin shpirt. Keni dëgjuar? Fjallën ose titullin shpirt i Allah Kur'anit. E që kjo veç kur ja Allahu e quajti shpirt,
Një diçka që ju e dini seni pa shpirt, vlera e një senit pa shpirt, edhe një senit me shpirt, edhe në kuptimet e tona sa dallim i madh dhe çfarë vlere kanë ata me shpirt dhe ata pa shpirt. Ndërsa Allahu Azza wa Jalla, veç një shembull pjeri, pejgamberi sa më tha, veç një njeri një musliman, me mbyt që ko shpirt, me mbyt, është tek Allahu më e madh se me rënu qobën krejt, se me rënu qobën krejt. Sa është pa shpirt, vlera krejt, për vlera qobës të flasë me herë, por e ti me shpirt. Sa e madhe, veç një musliman me myt, ose si me rënu qobën, ose tek Allahu është henes me e madhe, se me rënu qobën. Ndërsa Allahu i angjiti këtë emër Kur'anit, kur Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. Na ty o Muhammed, të zbretëm, na ty o Muhammed të pronëm një shpirt. Ta pronëm një shpirt, ruh, kushtë të arabisht. Na ta pronëm të aty një shpirt. E ti ma heret s'dishe çka është libri. Ti nuk dishe çka është libri dhe çka është imani. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ. Na këtë shpirtin, Allahu na këtë shpirtin e banë ndri, që me tonë e udhëzojna, kam të dojna, min ibadina wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Edhe ti o Muhammed, po ja tregon njerëzve rrugën e drejtë, tani janë shëra, ti po ja tregon njerëzve rrugën e drejtë. Dietorët tanë prej tyre në tefsirën Muyassir thanë se Allahu kur tha, na ta dërgotëm ty shpirtin. Tha është për qëllim na o ty o Muhammed. Ta dërgotëm sikur që i patëm dërgu pejgamberve të mëhershëm libra, që ashtu ta dërgotëm edhe ty Kur'anin dhe emraj Allahu shpirt. Ndërsa i përqar ti thamë dishe për librat e mëhershme, që në qenë librat e zbritur atë mëhershme ti nuk dishe, po na, ti mësotëm dhe s'kishe një hujita për imanin kështu i pavlazëse. Pro djetarët e tefsirit, kërë zbërtëtën të Kur'an këtë ajet, thanë se Allahu e quaj ti shpirt të Kur'an, për shkak se përmes këti Kur'ani njerëzit e dalin prej vdekjes së kufrit, prej vdekjes së shirkut. Ata përderi se janë kufër, mos besim, përderi se janë në idhujtari, ata janë të vdekje. Ata janë të vdekur dhe Allahu e quajti shpirt, se me leximin e këtij Kur'anit ti hin Islam. Dhe kupton se pas ke qenë i vdekur, pas ke qenë i vdekur dhe pas ka pas asgjë në ty. Pastaj jo veç kaq, pejgamberi asë po e ditë në ajet, në hadith, që dhe pejgamberi asë e emëroi me emrin shpirt. Ta pejgamberi në hadithin që transmeton Imam Abu Davud. Dhe shekur Arboni dhe të tjerë kanë thonë është hadith i vërtetë. Tha pejgamberi, në ditën e gjykimit vijnë disa njerëz. Vijnë disa njerëz ditën e gjykimit ta ja lakmojnë pozita që Allahu tash po ja jep atyne që i ban të ndryshëm, i ban dritë, që ata me pos dritë mëdha, edhe të ulur ndo drita të mëdha. Edhe të ulur në drita. Edhe pejgamberët nuk janë ata, as nuk janë shahida. Edhe njerëzit prej pejgamberët tash, kur i shohin ata, tha pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, kanë qenë me pas çatu. Shahida dëshmorë, kanë qenë me pas çatu pozita. Që shi uli Allahu më dha pulltët të dritës kej. Edhe i boni drita aty në shëndritke, kanë qenë me pas çatu. Por ata ta pejgamberët nuk janë as pejgamber, e as shahida, a pejgamberët e shahidat kanë qenë me pas çatu. I thanë pejgamberët, ja Rasulullah, a ka mundësi më na tregu se kush kanë me këta njerëz? A ka mundësi më na tregu se kush janë këta njerëz? Pejgamberi alayhis salam tha hum qawmun tahabu bi ruhillah. Ata janë njerëz që duhen me zretin, me shpirtin e Allahut azza wa jalla, me shpirtin prej Allahut, ala ghayri arhamin bainhum. Edhe pse ata s'kan lidhje para dëshmorë me zretin, por duhen wala amwalin yata'atawnaha. As nuk duhen pse po një parë, as pse po i dhon parë, te vallahi inna wujud wal hadith fashar zotë ta pejgamberi i shndritin fytyrat e tyre edhe në dritë ata janë të ulur. Ndërsa këtu dietarët e hadithit, prej tyre Khattabiu, kur tha se ata duhen me ruhin, me shpirtin prej Zotit. Thanë, kuptimet e tjera të haditheve duhen për hitë Allahut, por njëri prej kuptimeve që ka thonë këtë dietarët Khattabiu, ka thonë duhen për hitë ose për shkak të Kur'anit. Se ti e pasu si Kur'anit dhe unë jam pasu si Kur'anit. Ti hetë shka po Zotin Kur'an, edhe hetë shka po Zotin Kur'an. Kjo neve nga banë mudosh, për këtë arsye, Allahu Azza wa Jalla këtë pozitë madhe. Në ditën e gjykimit çka tregon? Kjo tregon për vlerën e madhe të Kur'anit. Veç edhe një fjalë një tabiinit që quhet Abdullah ibn Auni për tregoj. Abdullah ibn Auni për tabiinit, gjeneratës së dytë pas pejgamberit, i tha o ju shokët e mi. Unë po ja vëdhon 3 këshilla. Këshillat e tij dhe për mua dhe për neve krejtë. Ta 3 këshilla po ja vëdhon. Këshilla ime e para ta është të tlune të hadha al-Quran, të tlunehu ana al-lejl wa an-nahar.
shuk të mjeta, qitë Kur'an lexën e natën edhe ditën mos ju nani kur. Sohat keni ku të lexën e këtë Kur'an. Tjetër që është këshilla jote, këshilla e ime tjetër është mos i ju doni xhamatit. Mos u shpartallani, mos ju doni xhamatit por rrini bashkë, edhe tjetër është wa kufu an a'radil muslimin, edhe ndalë mos këshillni me ja zbulu, edhe ndalë mos shpirtni për nderin e muslimanëve. Këtë është këshilla, këtë jetari madh prej tabelive të parë që pejgamberi ka lavdruar për ta mirë, ka thonë janë gjeneratat më të mirë, këshillat e tyre kanë kapën në lexën e Kur'anit. Kapne lexën e Kur'anit për këshilla dhe këtë kapne lexën e Kur'anit. Këtë këto është ka i përmendë, çka tregojnë për vlerën e madhe të këtij Kur'ani që na kemi, e që në numër të madh tunin ose prej neve, ndoshta e kanë mbulu pluni në rraftat e librave të tyre, nëse kanë libra në shtëpitë e tyre, i kanë mbulu pluni ata Kur'ana, ndërsa ky Kur'an e ka punuar Allahu Azza wa Jall për me lezu, me këshirë me studiu, edhe mu përdiq pastaj hereq ato shka ka thonë Zoti në Kur'an, na pastaj atë me praktiku. Elusmi Allahun Azza wa Jall të na forë në mëshirën. Elusmi Allahun Azza wa Jall që na pejgamberët të na takojnë. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum.